Të thuash nuk e di, është nga dituria. 48 pyetje imami më i madh i Medinës. 32 prej tyre tha nuk e di. 32 pyetje nuk i di. Unë e dyshoj që të më kishin ardhur mua ato pyetje, shumicën e tyre ju kisha dhënë përgjigje. Po ndoshta edhe shumica prej juve kishin dhënë përgjigje në pyetje të cilat Imam Maliku tha la edri, nuk e di. Thon si nuk e di, po ne kemi ardhur prej atje te ti me marr përgjigje. Kur të kthejmë në vendin ton, çka t'ju themi njerëzve? Tha thujuni atyre, ka thënë Imam Maliku, nuk e di. Kjo është edukata që na mësohet neve, që ne duhet ta kemi në jetën tonë, në çështjet e fesë Allahut Azza wa Jall, në gjëra që nuk i dim, jo në ato që i dim. Sa kohë namaz janë brenda ditës, e di se cili musliman, a është haram alkooli, e di se cili musliman, gjërat e prera, i di çdo musliman. Mirë, po ka gjëra në të cilat nuk duhet të him aty ku nuk kemi njohuri. Tha Allahu Azza wa Jall, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Mos ndal, mos hin aty për një gjë në të cilën nuk ki dituri.